Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar la në fuqi masën më të rëndë të sigurisë për Igli Haxhiajin, ish pjesëtar i strukturave të antiterrorit, i cili u arrestua pas operacionit të koordinuar me SPAK-ut dhe prokurorisë italiane të Brescias. Hetimet e përbashkëta synonin goditjen e një grupi të mirë strukturuar që merrej me trafikun e kokainës nëpërmjet Amerikës Latine, Europës dhe Shqipërisë. Haxhiaj akuzohej se gjatë detyrës ka përfituar para në këmbim të nxjerrjes së informacioneve të ndjeshme për lëvizje dhe hetimet ndaj rrjetit kriminal. Sipas SPAK-ut, ai ka devijuar operacione policore dhe ka komunikuar me persona në hetim për t'i paralajmëruar mbi veprimet e radhës së autoriteteve. Prokuria deklaron se ish efektive ka përdorur pozicionin e tij si OPG për të favorizuar grupin kriminal, ndërsa dyshohet se ka krijuar kanale informale për të zbuluar sekretet hetimore. Në sallën e gjyqit, Haxhiaj ka kundërshtuar çdo pretendim, duke thënë se nuk ka përdorur asnjëherë aplikacione komunikimi të koduara dhe se sipas tij dikush tjetër mund të ketë përfituar duke përdorur identitetin e tij. Përveç Haxhiajt, hetimet e Guardia di Financia quan arrestimin e Asti Llupit, Erald Savës dhe Altin Sheajt, të cilët u ndaluan në Shqipëri për llogaritë të drejtësisë italiane. Autoritetet e Brescias i konsiderojnë të tretë arrestuar si pjesë e strukturës logjistike të rrjetit të trafikut të drogës. Për Llupin dhe Sheajin është vendosur masa e arrestit me burg, ndërsa për Savën po shqyrtohen masat e arrestit në banesë. Operacioni i gjerë mes dy vendeve konsiderohet një ndër goditjet më të rëndësishme të muajve të fundit ndaj trafikut të kokainës, ndërsa hetimet për rolin e secilit prej të arrestuarve vijon.